Mas marrjes informacione, domethënë në rrugë zyrtare, grupi punës përbëm nga 4 inspektor, Lazim Mustafa, Blej Mullini, Murat Pepa dhe Suad Lumani, ardhme në vendin e ngjarjes të fermieri dhe konstatume që tek 10 ka shfaqje të kroseve në buzë, në pjesën e gojës edhe në gjinjë. Paktën 2 ose 3 kren janë të prekur në mënyrë kështu të shfaqur edhe nishur nga ana profesionale e jona të pa qartë, sepse vetë fermieri ka bërë bleme në vende që janë të pa autorizuara dhe të pa kontrolluara. Morë me mostrat e gjakut dhe morë me mostrat e krosteve të gjinit edhe të gojës. Dhe do të dërgohen në mënyrë urgjente, brenda ditës sot do të dërgohen në ISUF, në Institutin e Referencës Veterinare në Tiranë. Ndërkohë me këtë fermën aktualisht, do të vendoset përkohësisht vendoset në karantinë. Edhe dyshimet janë 2 ose 3 smundjen e cilat nuk mund të prononcohem sepse nuk e di me siguri dhe ndoshta po bëjnë ndonjë gabim profesional, por brenda 1 ose 2 ditëve do të përcaktohet eksaktësisht cila është infeksioni primar dhe sekondar. Është konstatuar njëjti fenomen ferma të tjera në këtë zonë, por kemi informacion se ka edhe në zonën e Shkodrës. Metet më konstatuar fermer deri tash ankesave i ka keni pari, domethënë. Besoj metet më konstatuar që të shohim më vonë, na këtu janë në gatishmëri, domethënë sapo të na shtojnë me grupin e punës se kena të gatshëm për të ndërhyrë më një herë. Ka informacion edhe për Encoder Box, një ferma, keni kanë atje? Sapo të na vi informacioni do të shkoj. Cilat janë rrugët e infektimit të bakive të mundshme? Shiko, ky ka bler në mënyrë të pakontrolluar në 3 ose 4 burime, ndër të cilat janë rrugë gjithmonë, kafshë imta, të pamatrikuluara dhe të pa identifikuara, të cilët nuk kanë as me certifikat lëvizjet, as me numër matrikullit, me asgjë. Edhe ka rrezikshmëri për jetën e njerëzve, kafshëve apo nëse konsumohen. Dami kryesor i kësaj është më tepër tek ngushmëria të kafshëve imta. Ngushmëria shkon diku te 20, 25, 30 maksimale %, dhe dëmton pjesën tjetër të trupit. Domethënë s'ka rrezik për njerëzit. Nëse nuk domethënë s'ke për sa i përket ashtu është e papërcaktuar. Megjithatë deri tash nuk janë vërejtë rrezik. Kur mendohet dalin analizat? Besoj brenda 48 orëve. Zamir, shkurtimisht çfarë ka ndodhur me fermën tonë? Siç e shikojmë, janë smur, patash 2 javë, që kanë filluar me shfaqje puçra edhe në gojë edhe në gjina, por situata është anë jashtëzakonisht saqë kanë arritur edhe me ngordh. Domethënë një ka ngordh dje, një para 10 ditë. Një kam të humbur, nuk e di se a ka çoft mal, diçka e tillë mund të jetë, por situata shumë e rëndë. Edhe unë më sa kam pyet domethënë për veterinar çfarë mund të kenë, kam çu foto. Nuk është se veterineri i zonës ka ardhur dhe më ka thënë që bileta kur cofi thash hajde ta hapim ta shohim çfarë mund të kesh, unë nuk jam doktor për me ditë veterinar. Edhe më tha s'kam çfarë më bëj, domethënë unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë smundje kanë. I këtë dua asgjë tjetër. Ilashin ata i blej, se unë kam marrë vetë 400.000 lekë, unë kam 6 milion lekë investim, që është diçka që unë kam desh, më pëlqen blektoria, nga që është ai shprehja greke që thënë sa më shumë kesh bashkë me njerëzit as më shumë i den baktit, edhe unë vallai është vërtet kjo situatë. Edhe kam thënë po hap një biznes sa kemë infermier që në 2015-ën. Jam me çdo gjë. Ku i keni ble domethënë këto? Po, i them këtë ministrisë ku i keni ble dhe kur? Nëse shkojmë të diellën në pazar nuk shikon një dhi ose edhe bakti të rrosha matrikullume. Por çdo gjë jashtë kontrollit. Ju i keni ble në treg? Po, në treg e kam nesh personin. Kur i ke ble? Në Ramazan para 3 muajsh. I ke ble? Po, e kam filluar me ble, kam ble 3 herësh, por aty nuk shikon asnjë dhi matrikullume, pra domthon këta çka kërkojnë, pse thonë se nuk ket pa matrikullume. Absolutisht jo, absolutisht jo. Janë dhitar na. Un kam kontaktuar me një veterinar në Berat, edhe më thotë që ka smundja shumë e përhapur atje, thënë vin prej Greqisë. Pra greku me sa duket i pastron për atje dhe ja fut popullin shqiptar. Ndërkohë Zamir, a ka ferma tjera që janë me këtë fenomen? Po, patjetër, un kam kontaktuar këtu në zonë. Normal që kjo është një diskutim që është shumë i gjanë, nuk ka se ka rëvën të dhikë, ka rëvën të delet, edhe kanë frikë për me foli këtë periull nga që është puna korbanit edhe dhejnë që mos të hapën panik në për njerëz, se në dëna me i shqitë, por unë e kam ble për biznes. Po mirë, për deri sa
këtu e keni në karantinë, si do të shërbejnë për kurban në këtë situatë, Bim domethënë unë jo, fermer tjerë? unë nuk i kam, nuk e di. Ata nuk e di, ata dinë ata, nuk e di. Për çaj ke Sa është për hapa? Unë i kam bler për qumësht. Unë me aq sa dhe më 18 kokra që kam arrit deri në 45 kg të ëmbël, por sot më 10 kg edhe atë me zori, por normal që unë nuk e përdori atë Sa qumësht. është për hap te kolegë këtu? 60%. Po më çam thonë 60%, është bilenjani që ka harxhu deri tash minimin në lek vetëm ilaçe, edhe nuk po gjen rrugëzidhe, i kanë sofja 5-6 i kanë sof, për shkap edhe gruposi. Mos e puna e me tash. Do i shisni për kurban? Absolutisht jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Unë shpresoj që me i pështu. Ja, se koste unë. Pra unë për hatër e baj një firmë bukur me qumësht e me gjana tilla, me djath, po se di, sa mund t'i arrijm. Ma pak ja. Ja normal një kurban në këtë kohë.